Shkodra po konfirmohet gjithnjë më shumë si një nga vendet turistike më tërheqëse në tonë Shqipërinë. Turizmi në Bashkinë Shkodër është tashmë një realitet i prekshëm dhe një zhvillim ekonomik i dukshëm. Në vitin 2024, Bashkia Shkodër ka shënuar një rritje prej 30% të netëve të qëndrimit të turistave. Kjo duke e bë dyfishin e vitit 2022. Thethi dhe zonat e tjera si Lumi i Shalës dhe liçeni i Komanit janë ndër vendet turistike më të vizitume, jo vetëm qarkun Shkodër, po të tonë Shqipërinë. Velipoja po ashtu po forcon pozitat e saja duke e bë zonën turistike më kryesore në veri. Kjo rritje është rezultati një strategjie të mirë mendume, që përfshin investimet në infrastrukturë, promovim të qëndrueshëm dhe mbështetje të ekonomisë vendase. Me mbështetjen e qeverisë shqiptare, angazhohena për zhvillimin e produkteve turistike unike dhe të qëndrueshme në rajonin tonë, që përfshin përmirësimin e infrastrukturës së lundrimit të brendshëm liçenin e Komanit, Vavdesit dhe liçenin e Shkodrës, studimin dhe zbatimin e projektit për lundrimin në lumin Buna, duke lidhur ky lum me detin Adriatik, çka e bën një produkt turistik unik të jashtëzakonshëm për vendin tonë. Ndërtimi një rrugë të dedikuar me biçikletash në gjatësinë e 87 kilometrave që lidh bregun e liçenit Shkodrës, Malsinë e Madhe, lumin Buna, Velipojën dhe Shnjinin, dhe krijimi një rrjeti muzeal për forcimin e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Interesimi i investitorëve privat në turizëm është rrit ndjeshëm, sidomos në zonat malore, bregdetare dhe brenda qytetit të Shkodrës. Kjo e nxitur nga paketa maleve, investimet publike dhe interesin në rritje që kanë vizitorët për këtë qark. Dhe kjo pritet të krijojë rritje të jashtëzakonshme në vendet e punës në krejt rajonin tonë. Prandaj, zgjedhja është shumë e dukshme dhe e qartë. Me 11 maj votoni numrin 5 për një Shkodër të zhvilluar dhe turistike.